Ndërtitet kryesor do të veçojmë Shqipëria përgatitet të zbatojë skemën e detyrueshme të sigurimit ndaj tërmeteve. Si model për mbledhjen e taksës është marrë modeli turk. Detyrimi ligjor për të siguruar nga përmbytjet nuk do të shtrihet në të gjithë vendin. Primi do të paguhen vetëm zonat me risk të lartë. Egjipti, Filipinet, India dhe Nepali janë furnizuesit kryesor me punonjës në Shqipëri. Sektorët kyç të punësoj të huajt janë shërbimet dhe ndërtimi. Shqipëria ka importuar mish nga shumë vende gjatë vitit 2025, importet nga Japonia, Kili dhe Australia rezultojnë shumë të shtrenjta. Përshëndet zonja dhe zotëri, do të me bashkë me lajmet qendrore. Qeveria ka miratuar një paket vendimesh që indekson pagat me 2.5% dhe bën rritje shtesë për institucionet e larta shtetërore, rendin, drejtësinë dhe administratën publike për gjatë këtij viti. Një ndërhyrje e gjerë është bërë në pagat e shëndetësisë, ku veç indeksimit rritën ndjeshëm shtesat për vjetërsi, shërbim urgjence dhe shërbimet të specializuara. Qeveria ka miratuar një seri vendimesh që sillin rritje dhe indeksim pagash për një sër institucionesh publike për vitin 2026. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, paga e Presidentit të Republikës indeksohet me 2.5%, duke u rritur në 435.625 lek në muaj. Ky indeksim pasirohet automatikisht edhe në pagën referuese bazë për gjyqtarët dhe prokurorët, e cila pas rritjes arrin në 156.825 lek në muaj. Indeksimi me 2.5% prek edhe Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ku për disa funksione drejtuese parashikohet një rritje më e lartë për te indeksimit në kuadër të politikës së përgjithshme të rritjes së pagave për pozicionet organike kryesore. Rritje pagash do të përfitojnë edhe punonjësit e Gardës së Republikës. Për këtë kategori është indeksuar paga për gratë me 2.5%, ndërsa një rritje më e theksuar është aplikuar për gradat inspektor, inspektori 2, inspektori i parë dhe nën-komisar. Në të njëjtën linjë, Policia e Burgjeve përfiton paga më të larta përmes indeksimit dhe rritjes për disa grada specifike, si inspektor dhe kryeinspektor, ndërsa për gradat e tjera aplikohet indeksimi standard prej 2.5%. Vendimet të tjera prekin koordinatorit kundër korrupsionit në disa institucione të administratës shtetërore, ku paga e pozicionit është indeksuar me 2.5% dhe janë rishikuar edhe shtesat për kualifikim dhe vjetërsi në punë. Rritje me 2.5% do të kenë edhe punonjësit mbështetës dhe specialistët e administratës publike, përmes rritjes së pagës bazë për klasë, duke përfshirë një numër të madh institucione qendrore dhe vendore. Paketa më e gjerë e ndryshimeve prek sistemin shëndetësor, ku përveç indeksimit të pagave janë rritur ndjeshëm shtesat për vjetërsi në punë, të cilat variojnë nga 0.6% deri në 1% për çdo vit, në varësi të viteve të shërbimit. Gjithashtu rritën pagat për shërbimet e urgjencës, reanimacionit, hemodinamikës dhe njësive të aksidenteve cerebrale. Mjekët që punojnë në shërbimet e urgjencës dhe neonatologji do të përfitojnë shtesë mujore prej 18.000 lekësh, ndërsa infermierët, teknikët imazhërisë dhe laboratorëve përfitojnë 12.000 lekë shtesë në muaj. Janë rritur gjithashtu pagesat për shërbimet e urgjencës në ditë feste dhe fundjavë, si dhe kompensimet për personelin shëndetësor që punon larg vendbanimit. Listës së kandidatëve për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë janë shtuar edhe 2 emra të rinj të propozuar nga Këshilli i Ministrave. Ish ministri Ervin Mete me përvojë të gjatë në financa dhe Jonida Prifti janë dërguar për votim në Kuvent. Aktualisht Këshilli funksionon me vetëm 3 anëtar aktiv, pasi 6 të tjerëve u ka përfunduar mandati. Këshilli i Ministrave i ka propozuar Kuventit 2 emra për anëtar të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, një prej të cilëve është edhe ish ministri i Financave Ervin Mete, më parë edhe drejtuesi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Ervin Mete ka një përvojë të gjatë në fushën e financave. Ai mori postin e ministrit të Financave në shtator 2023 dhe u largua në korrik 2024 për të pasuar nga ministri aktual i Financave Petrit Malaj. Mete ka shërbyer në detyrën e drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare prej muajit maj 2020 dhe më herët si kryetar i bordit të autoritetit prej muajit shtator 2019. Ai mban gradën master nga Universiteti i Harvardit në SBA dhe nga Shkolla Ekonomike e Londrës, i specializuar në të drejtë korporatash dhe të drejtë fiskale. Në periudhën 2013-2017 ka kryer funksionin e zëvendës ministrit të Financave dhe zëvendës ministri i Ekonomisë, përgjegjës për politikën fiskale dhe zhvillimin ekonomik. Një kandidat tjetër i propozuar nga Këshilli i Ministrave është edhe Jonida Prifti.
një emër jo shumë i njohur nga publiku. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë përbëhet nga 9 anëtar, njëri ndërto është edhe kryetar, guvernatori i bankës, e një tjetër zëvendës kryetar. Në mungesë të numrit të nevojshëm të anëtarëve, pasi 6 prej tyre i ka mbaruar mandati, Banka e Shqipërisë ka pezulluar mbledhjet e Këshillit mbikëqyrës, nga ku merren vendime të rëndësishme për administrimin dhe veprimtarinë e bankës, zbatimin e politikës monetare, mbarvajtjen e sistemit bankar dhe financiar, si dhe gjendjen e tregjeve të parazë dhe valutore. Aktualisht, kandidatët me mandat janë guvernatori Gent Sejko, zëvendës guvernatorja Natasha Ahmetaj dhe Anastas Angjeli. 5 anëtar të rinj propozohen nga vetë Kuvendi i Shqipërisë, 3 anëtar duhet të propozojë Këshilli i Ministrave dhe 1 anëtar propozohet nga vetë Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Vjojmë lajmet nga banka. Kështu sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, Tirana mbetet motori kryesor i kreditimit, duke përqendruar mbi 2/3 e totalit të huave për individët, por Elbasani ka patur rritjen më të lartë. Huat për individet në Shqipëri shënuan një rritje të fortë në fund të tremujorit të 4 të vitit 2025, duke arritur në 371.2 miliard lek, ose 19.9% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë një zgjerim të qëndrueshëm të kreditimit të nxitur kryesisht nga huat konsumatore dhe kërkesa në rritje në zonat urbane. Tirana mbetet motori kryesor i kreditimit duke përqendruar mbi 2/3 e totalit të huave për individët. Në kryeqytet huat arritën në 250.7 miliard lek me një rritje vjetore prej 20.9%. Veçanërisht dinamike rezulton rritja e huave konsumatore, të cilat u zgjeruan me 23%, duke reflektuar rritjen e shpenzimeve të familjeve dhe akses më të lehtë në kredi. Edhe huat për blerje banesash në Tiranë shënuan rritje të konsiderueshme në 18.5%, duke konfirmuar vazhdimsinë e kërkesës në tregun imobiliar, megjithëse me ritëm më të moderuar se kredit për konsum. Në qarqe Elbasani spikat me rritjen më të lartë të huas totale me 23.1%, ndërsa huat konsumatore në këtë qark u rritën me një normë prej 30.5%, sinjali një zgjerimi të shpejtë të kreditimit për shpenzime personale. Rritja mbi mesatarën kombëtare u regjistruan dhe në Korçë me 20.4%, Durrës me 18.7% dhe Shkodër me 17.1%. Ndryshe nga huat konsumatore, kreditimi për blerë banesash edhe pse me vlerë më të lartë, por rritet me ritme më të përmbajtura veçanërisht jashtë Tiranës. Korça ndërkohë dallohet si qarku ku huat për blerë banesash dhe huat konsumatore janë pothuajse në të njëjtin nivel, duke reflektuar një strukturë të balancuar të kreditimit për individët. Në fund të tremujorit të 4 të vitit të shkuar, huat konsumatore në këtë qark arritën në 3.2 miliard lek, ndërsa huat për banesa në 3.36 miliard lek, me një diferencë minimale mes dy zërave. Ky raport e veçon Korçën nga shumica e qarqeve të tjera, ku kreditimi dominohet qartë nga banesat. Në kryeqytet përqendrohet gati më shumë se gjysma e kursimeve bankare në vend, ndërsa Elbasani dhe Korça mbeten në fund të listës. Kështu në vitin 2025 vret një rritje e fortë e depozitave në lek, sinjal ky rritje së besimit tek monedase vendase. Tirana vijon të kryesojë bindshëm listën e qarqeve me nivelin më të lartë të kursimeve bankare, ndërsa Lezhë, Shkodra, Elbasani dhe Korça mbeten ndër qarqet me depozitat më të ulëta. Me diferenca të dukshme mes qarqeve, në të njëjtën kohë ka ndryshuar edhe mënyra se si qytetarët dhe bizneset i mbajnë parat në banka, me një rritje më të dukshme të depozitave në lek gjatë vitit 2025, ndërsa euro vijon të ruajë peshë të konsiderueshme, veçanërisht në zonat me aktivitet më të lartë ekonomik. Qarku i Tiranës mbetet pa konkurrencë në krye të listës së kursimeve. Vetëm në fund të vitit 2025, depozitat në Tiranë arrin gati 892 miliard lek, ose pothuajse gjysmën e totalit kombëtar. Krahasuar me fillimin e vitit 2024, Tirana ka shtuar mbi 120 miliard lek depozita, duke pasqyruar përqendrimin e aktivitetit ekonomik, pagave dhe bizneseve. Pas Tiranës, renditet Durrësi me afro 131 miliard lek depozita, i ndjekur nga Vlora dhe Fieri, që shfaqin rritje të qëndrueshme gjatë gjithë periudhës 2024-2025. Në anën tjetër të tabelës, qarqet me nivelin më të ulët të kursimeve mbeten Lezhë, Shkodra, Elbasani dhe Korça, ku depozitat janë dukshëm më të vogla, por gjithsesi në rritje graduale nga një vit më parë. Se i përket mënyrës se si mbahen kursimet, monedha e huaj kryesisht euro vijon të ketë peshë të madhe, sidomos në Tiranë, Durrës dhe zonat turistike si Vlora. Megjithatë vëret një forcim i depozitave në lek gjatë vitit 2025. Në nivel kombëtar, depozitat në lek janë rritur më shpejt se ato në valutë, një sinjal se qytetarët dhe bizneset po i besojnë më shumë monedhës vendase dhe po shmangin riskun e kursit të këmbimit. Në fund të vitit 2025, depozitat në lek kalojnë 425 miliard lek vetëm në Tiranë,
ndërsa edhe qarqe si Durrësi, Fieri dhe Vlora shënojnë rritje të dukshme në kursimet në monedhën vendase. Ndërsa Shqipëria përgatitet të zbatojë skemën e detyrueshme të sigurimit ndaj tërmeteve, në konsiderat për mbledhjen e kësaj takse është marrë modeli turk. Kronika e përgatitur nga gazetarja Elisabeta Dosku na njeh me detajet për ndryshimet e kësaj skeme në Shqipëri krahasuar me atë të Turqisë. Për herë të parë, Shqipëria do të aplikojë sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet përmes ngritjes së fondit të tërmeteve, si shoqëria e vetme aksionare për menaxhimin e saj. Por si do të arrihet që të mblidhet taksa për më shumë se 1 milion banesa që ndodhen në vend. Në hartimin e draftit, qeveria i është referuar modelit turk, i cili ka rezultuar i suksesshëm për këtë shtet. Modeli i Turqisë, DASK, apo Fondi Turk i Sigurimit nga Katastrofat, funksionon në mënyrë të tillë që sigurimi është i detyrueshëm me ligj, polica shitet nga kompanitë private dhe të ardhurat transferohen tek fondi. Si mblidhet primi i sigurimit sipas modelit turk të sigurimeve? Në thelb është mekanizmi detyrues përmes kufizimit të shërbimeve. Pra çdo qytetar turk, nëse nuk ka një policë sigurimi, nuk mund të shes apo të blejë një pronë, nuk mund të marrë një kredi hipotekore, nuk mund të lidh energji, ujin apo gazin, si dhe nuk mund të regjistrojë kontrata notariale. Por nga ndryshon modeli shqiptar me modelin turk. Në thelb është i njëjti mekanizëm. Edhe në Shqipëri, çdo qytetar shqiptar që nuk ka një policë të sigurimit të detyrueshëm ndaj tërmeteve, nuk do të mund të marrë disa shërbime bazë. Pra, nuk do të mund të përfitojë shërbime në kadastër, të lidh kontrata vullnetare sigurimi, nuk do të mund të përfitojë shërbime në Jellbenja, si dhe nuk do të mund të përfitojë shërbime në qendrën kombëtare të biznesit. Vetmi ndryshim nga skema e sigurimit në Turqi është që në draft ligjin shqiptar nuk parashikohen kufizime sa i takon lidhjes së kontratave të energjisë dhe të ujit të pishëm. Pra ndryshe nga modeli turk, në Shqipëri nuk parashikohet të ketë kufizime sa i takon lidhjes së kontratave të ujit apo të energjisë elektrike. Pasi të kaloj hallkat përkatëse, ligji hyn në fuqi 12 muaj pas votimit në fletoren zyrtare. Detyrimi ligjor për të siguruar nga përmbytjet nuk do të shtrihet në të gjithë vendin, por vetëm në ato zona që paraqet rrezik. Formula e primit nuk do të jetë e njëjtë për të gjithë, por do të llogaritet mbi bazën e disa faktorëve teknik të cilët marrin në konsiderat zonën gjeografike, por edhe nivelin e rrezikut. Ndryshe nga sigurimi i tërmeteve, detyrimi ligjor për të siguruar nga përmbytjet nuk do të shtrihet në të gjithë vendin, por vetëm në ato zona me risk të lartë. Qeveria ka përcaktuar parimet mbi të cilat do të ndërtohet formula e primit të sigurimit të detyrueshëm nga përmbytjet, që pritet të aplikohet për banesat në zonat me risk të lartë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas projektligjit, për llogaritja e primit do të bazohet në një model kombëtar të rrezikut nga përmbytjet, i cili do të hartohet nga Fondi për Sigurimin e Detyrueshëm nga tërmetet dhe përmbytjet dhe do të mbështetet në metodologji aktuariane dhe të dhëna historike hidrologjike. Por ku bazohet formula? Formula e primit nuk do të jetë e njëjtë për të gjithë, por do të llogaritet mbi bazën e disa faktorëve teknik, të cilët marrin në konsiderat zonën gjeografike dhe nivelin e rrezikut. Pra banesat do të klasifikohen sipas zonave urbane, rurale dhe zonave me infrastrukturë kritike, në varësi të probabilitetit të përmbytjes. Karakteristikat e ndërtesës. Në formulë të përfshihen vendodhja e saktë, lartësia dhe numri kateve, tipologjia e ndërtimit, materialet ndërtimore dhe përdorimi i ndërtesës për banim apo biznes. Skenarët e përmbytjes. Për këtë faktor do të përdoren modele hidrologjike për të vlerësuar sa shpesh dhe me çfarë intensiteti mund të ndodhin përmbytjet në zona të caktuara. Vlera e dëmeve të mundshme. Formula do të marrë parasysh dëmet strukturore, dëmet e pajisjeve dhe inventarit, kostot e riparimit ose rikonstruksionit. Faktorët e reduktimit të riskut. Bazuar në këtë faktor, banesat që kanë masa mbrojtëse, për shembull barriera kundër ujit, drenazh, sisteme mbrojtëse, do të përfitojnë një ulje të primit. Metodologjia përfundimtare dhe formula e llogaritjes së primit do të miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Sigurimi i detyrueshëm nga përmbytjet do të hyjë në fuqi vetëm pasi të miratohet modeli i rrezikut, të përcaktohen zonat me risk dhe të publikohet skema zyrtare e llogaritjes së primit. Por si përkthehet kjo për qytetarët? Referuar skemës së parashikuar, kjo do të thotë se nuk do të ketë një tarifë fikse për të gjithë, por një prim i diferencuar sipas riskut real të çdo banese. Përmbytjet janë një fenomen i përvitshëm në Shqipëri që prekin zona të caktuara, siç janë Shkodra, Lezhë, Durrësi, Fieri, Vlora e të tjera, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa.
Në vendin tonë pritet të ndërtohet qendra e parë të dhënave, por vëmendja për këtë investim përqendrohet edhe tek energjia elektrike. Aktualisht, Shqipëria ka potencial të lartë në këtë drejtim për shkak të rrezatimit diellor apo dhe erës. Teksa një kompani izraelite synon të ndërtojë qendrën e parë të dhënave në Shqipëri, vëmendja për këtë investim përqendrohet edhe te energjia elektrike. Kjo pasi këto lloj infrastrukturash konsumojnë sasi të konsiderueshme energjie, çka kërkon rritje të kapaciteteve gjeneruese, ndërsa sipas Komisionit Evropian, veçanërisht sfidues, është de fakti që kjo rritje pasohet me mungesë të kapacitetit të disponueshëm për të lidhur me rrjetin. Qendrat e të dhënave janë një infrastrukturë jetësore që mbështet tendencën në rritje të ruajtjes së të dhënave në cloud, përdorimit të medjave sociale, inteligjencës artificiale e të tjerë. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, ato janë përgjegjëse për rreth 1.5% ose 415 teravator të konsumit total vjetor të energjisë elektrike në botë. Kjo vlerë është rritur me 12% në vit gjatë 5 viteve të fundit dhe parashikimet tregojnë se do të dyfishohet deri në vitin 2030. Në këtë kontekst, nevojiten investime në rritjen e kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike nga burime të rinovueshme. Aktualisht Shqipëria ka potencial të lartë në këtë drejtim për shkak të rrezatimit diellor apo erës, ndërkohë që shtylla e tranzicionit energjetik e parashikuar në programin e reformave ekonomike 2026-2028 synon krijimin e një sistemi transparent ankandesh për të paktën 600 MW kapacitete të reja të energjisë rinovueshme. Ndërkohë, përgjatë këtyre viteve, ka patur një sër kompanish private që kanë paraqitur aplikime për projekte energjetike, një pjesë të cilave janë miratuar. Gjithsesi, sfidë mbetet lidhja e tyre me rrjetin, që sipas entit rregullator të energjisë, kërkon investime të shtuara në këtë drejtim. Në fakt, plani i investimeve 2025-2027 i operatorit të sistemit të transmetimit e ka në fokus rritjen e kapaciteteve akomoduese të rrjetit në funksion të lidhjes së centraleve të burimeve të rinovueshme të energjisë, që parashikohet të shtojnë sistemit elektrik. Në total, OST parashikon të kryej 16 miliard lek investime, apo rreth 160 milion euro për zhvillimin e rrjetit të transmetimit, përfshirë komponentin e mësipërm. Në anën tjetër, plani operatorit të sistemit të shpërndarjes është duke u shqyrtuar nga enti rregullatori i energjisë, ndërsa drafti paraqitur fokusohet te rritja e kapaciteteve të nënstacioneve ekzistuese, si dhe ndërtimin e nënstacioneve të reja për të përballuar rritjen e kërkesës dhe ngarkesës në rrjet. Ballkani Perëndimor përballet me shqetësime lidhur me punëtorët e huaj të cilët perceptohen si rrezik për punësimin e vendasve. Sondazhi Security Meter 2025 tregon se frika dhe skepticizmi janë më të larta në Maqedoninë e Veriut, Serbi, Kosovë dhe Shqipëri. Vitet e fundit edhe rajoni Ballkanit Perëndimor ka parë një prani të shtuar të huajve, kryesisht për arsye punësimi, por edhe për qëllime të tjera në vendet tona. Sipas të dhënave të Security Meter, shqetësimi i qytetarëve lidhet me idenë se punëtorët e huaj mund të rrisin pa punësinë të popullsia vendase. Shqipëria gjithashtu nuk i ka shpëtuar këtyre perceptimeve. Kjo pikpamje është më përhapur në Maqedoninë e Veriut me 47.1%, e ndjekur nga Serbia, Kosova dhe Shqipëria me 41.4%. Shifrat tregojnë një ndjenjë të përbashkët rajonale se imigracioni mund të përbëjë një rrezik për sigurinë e punës. Malizi është pranë këtij trendi, ndërsa Bosnia-Hercegovina dallohet si përjashtim me një pajtueshmëri dukshëm më të ulët. Rezultatet e anketës tregojnë se Ballkani Perëndimor mbetet i ndarë në politikat e imigracionit, me një preferencë të fortë për kontrolle të rrepta. Shumica e të anketuarve mbështetin kufizime të rrepta në numrin e punëtorëve të huaj, ndërsa një pjesë e konsiderueshme pajtohet që punëtorët e huaj duhet të lejohen të punojnë vetëm nëse ka vende pune të disponueshme. Një shqetësim tjetër lidhet me papunësinë e të rinjve, që disa e lidhin me praninë e punëtorëve të huaj. Në Shqipëri, ky shqetësim u rrit nga viti 2024 në 2025. Përqindja e të anketuarve që pajtojnë se një përmbajtje e tillë online mund të radikalizojë të rinjt u rrit nga 35.4% në 48.8%. Sondazhi Security Meter është një raport rajonal i opinionit publik që shqyrton perceptimin e qytetarëve të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor mbi sigurinë dhe sfidat socioekonomike në jetët e tyre të përditshme. Shqipëria gjithnjë më shumë po shihet si një alternativë punësimi për shumë shtetas nga vendet e varfra. Ekspertët tregojnë se Egjipti, Filipinet, India dhe Nepali janë edhe furnizuesit kryesor të fuqisë punëtore, ndërsa sektorët kyç ku punojnë janë shërbimet dhe ndërtimi. Në kushtet e mungesës së fuqisë punëtore vendase, gjithnjë më shumë sektor të ekonomisë shqiptare po mbështeten tek të huajt. Tashmë për këta punonjës po ndërtohet edhe një kornizë ligjore sa i përket hyrjes dhe qëndrimit të tyre në vendin tonë, por cilat janë vendet që Shqipëria tërheq më shumë punonjës dhe cilët janë sektorët ku ata punojnë? Industria e ndërtimit, sektori i ndërtimit
aktualisht është gati populluar me shtetës egjiptianë. Pjesa tjetër, shërbimet, pjesa e kujdestarisë në shtëpi, kuptohet, e dim, Filipinet. Pjesa tjetër në për turizëm kemi nga Nepali, nga Bangladeshi, vinë, dhe paka shumë këto janë industritë që ne i individualizojmë për kërkesa. Dhe u identifikua dhe një kombësi që ishte më e dedikuar, pra ishte më e njohur me këtë lloj pune, para punës dhe bujqësisë, por kërkesa nuk është. Eksperti Shaqiri ngrej një tjetër problematik sa i përket përgatitjes së bizneseve shqiptare për të rekrutuar punonjës të huaj. Sepse vetë tregu i një punës ka mangësitë e tij ose kultura e menaxhimit të punëmarrësit shqiptar ka problematikat e saja për sa i përket kësaj lloj fushe. Janë vetë punëmarrësit shqiptar që në momente të caktuara duhet të jenë të tuteluar në mënyrë pak më rigoroze në marrëdhënien që kanë me punëdhënësin, kështu që mangësia ose ajo që në shumë raste ka hasur dhe është bërë pak publike, është pjesa që në momentin që vinë këta punëmarrës dhe nuk u përshtaten as kushteve të punës, as kulturës së punës shqiptare dhe as profesionalitetit, kemi vërejtur në shumë raste që janë lënë në hallin e tyre, ta themi, janë lënë në problematikën e tyre. Akoma, unë besoj se punëdhënësit shqiptar nuk janë të gatshëm dhe nuk e kanë akoma të kulturë të menaxhojnë një staf të huaj që vjen me një kulturë të veçantë, me kërkesa bëvaki më të ulta, po prap janë kërkesa dhe nuk besoj se kanë marrë përsipër një diçka që quhet impakt social. Shifrat zyrtare tregojnë se në vitin 2024 në Shqipëri ka pasur rreth 22.000 të huaj, ndërsa kjo shifër është rritur më tej gjatë vitit 2025. Certifikimi është kushti bazë për prodhuesit shqiptar për të hyrë në tregun evropian, por sa i kushton atyre ky certifikim? Ndjekim kronikën. Standardet e prodhimit dhe të përpunimit po bëhen gjithnjë më vendimtare për bizneset bujqësore që synojnë tregun evropian. Certifikimi i produkteve konsiderohet një nga kushtet bazë për eksport dhe për rritjen e konkurrueshmërisë. Sipas ekspertëve të fushës, procesi i certifikimit ndahet në disa kategori, duke nisur nga kërkesat minimale deri te standardet ndërkombëtare që hapin dyert e tregjeve me vlerë më të lartë. Tashmë standardet e prodhimit dhe të përpunimit është një nga sfidat e integrimit evropian. Pra, certifikimet ndahen në dy kategori, janë certifikimet që lidhen me prodhimin primar bujqësor, që kryesisht fermerët duhet të jenë të pajisur me certifikatën fitosanitare, që është minimalishtja që kërkon Bashkimi Evropian, ndërkohë që për të përfituar nga tregjet e mira, nga tregjet me i vlerë të shtuar, nga supermarketet europiane, është automatikisht e detyrueshme të kesh certifikimin Global Gap dhe BRC. Por sa i kushton një biznesi certifikimi për të konkurruar në tregun evropian? Nëse flasin për bizneset bujqësore prodhuese, minimalisht duhet të kenë certifikatën fitosanitare që afrohet pa pagesë nga Ministria e Bujqësisë përmjet detyrive rajonale, ndërkohë që ajo certifikat ose standard që ato duhet të plotësojnë për të penetruar në supermarketet dhe në tregjet më të mira elitare është Global Gapi dhe BRC që të dyja shkojnë në një paket. Kanë një koste relativisht rreth 3.500-4.000 euro për një subjekt, dhe është një vjeçar ku mundet të përfshihen të gjitha kulturat që ato kultivojnë. Ndërkohë, nëse flasim për subjektet përpunuese, si ato të mishit, të qumshit, të fruta perimeve të tjerë, kuptohet që ASAP-i është detyrim ligjor si në ligjin e ushqimit, por ashtu dhe në rregullat e Bashkimit Evropian, por kuptohet që certifikime me peshë më të mëdha, siç është ISO 9001, ISO 22000. Ky investim që sipas specialistëve
kthehet në mundësi konkrete për zgjerim në tregjet europiane dhe rritje të vlerës së produktit. Vetëm 33% e kompanive në Shqipëri rezultojnë që janë të informuar lidhur me standardet e Bashkimit Evropian. Ekspertët paralajmërojnë se pa përshtatje nuk mund të ketë ecje përpara, ndërkohë që qeveria premton udhëzime për sipërmarrjet. Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Ekonomisë deri dje Ministria e Sipërmarrjes është angazhuar në mënyrë aktive me planin e sensibilizimit dhe të informimit bizneseve lidhur me procesin dhe lidhur me çfarë duhet presin, sepse po nuk u përgatitur do ta kenë shumë vështirë. Dhe në këtë mes një rol të rëndësishëm luan edhe sekretariati i Këshillit Ekonomik Kombëtar. Kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama në konferencën e fundvitit me gazetarët, por sa të informuara janë kompanitë për këto ndryshime dhe sa të përgatitura janë për të përshtatur, ndërsa vendi avancon me reformat që lidhen me standardet e Bashkimit Evropian. Niveli i informimit të bizneseve mbetet i kufizuar. Të dhënat më të fundit nga anketa e Këshillit të Investimeve tregojnë se vetëm 33% e kompanive të intervistuara deklarojnë se kanë informacion shumë ose disi mbi agjendën kombëtare të reformave. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se kjo mungesë njohjeje mund të ndikojë drejt për drejt në aftësinë e bizneseve për të përshtatur me kërkesat e tregut evropian. Reformat përfshin standarde më të forta për transparencën financiare, kushtet e punës, mbrojtjen e mjedisit, digitalizimin dhe procedurat e raportimit. Sipërmarrjet që synojnë të jenë konkurruese në një treg të integruar duhet të nisin investimet në certifikime, përmirësim procesesh të brendshme dhe trajnim të stafit, por përfaqësues të biznesit thonë se shpesh mungon orientimi praktik dhe informacioni i thjeshtuar për mënyrën si duhet të zbatojnë këto ndryshime. Sipas tyre, roli i institucioneve është thelbësor në këtë fazë përmes udhëzuesve praktik, fushatave informuese dhe trajnimeve të drejtpërdrejta për bizneset, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në kushtet e afrimit me BE-n, përshtatja nuk shihet më si zgjedhje, por si domosdoshmëri për zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e tregut. Shqipëria ka importuar mish nga shumë vende gjatë vitit 2025 me diferenca të mëdha çmimi për kilogram në varësi të origjinës. Importet nga vende si Japonia, Kilja apo Australia rezultojnë shumë të shtrenjta. Shqipëria ka importuar mish nga 10 vende gjatë vitit 2025, por çmimi për kilogram ndryshon ndjeshëm në varësi të origjinës. Të dhënat zyrtare të importeve të përpunuara sipas vlerës dhe peshës tregojnë se ndërsa pjesa më e madhe e mishit vjen nga vende me çmime relativisht të ulta, një sasi e vogël importohet me kosto shumë të lartë për kilogram. Në krye të listës për mishin më të shtrenjtë që hyn në vend renditet Kili me çmim mesatar për rreth 6460 lekë për kilogram. Edhe pse sasia e importuar nga ky vend është minimale, vetëm 173 kg, vlera e lartë për njësi e bën atë importin më të kushtueshëm në raport me peshën. Pas Kilit vjen Japonia me një çmim mesatar prej 3577 lekë për kilogram. Edhe Australia dhe Uruguay shfaqin me çmime shumë të larta, përkatësisht me 2650 lekë për kilogram dhe 1440 lekë për kilogram, duke reflektuar produkte premium ose kosto të larta transporti. Në grupin e importeve me çmime të larta për kilogram përfshin gjithashtu Botswana, Irlanda, Austria, Maqedonia e Veriut dhe Argjentina, ku çmimi luhatet nga 500 deri në 1500 lekë për kilogram. Edhe këtu bëhet fjalë për sasi relativisht të vogla, por me ndikim të fortë në koston mesatare të importeve. Në krahun tjetër të tabelës qëndrojnë vende nga të cilat Shqipëria furnizohet me mish më të lirë. Slovakia kryeson me vetëm 46 lekë për kilogram, e ndjekur nga Belgjika, Slovenia, Lituania dhe Greqia, ku çmimi mbetet nën ose rreth 100 lekë për kilogram. Pikërisht këto vende përbëjnë bazën e importeve me kosto të ulët. Brazili, nga i cili kemi dhe volumin më të lartë të importet, çmimi për kilogram vlerësohet në 189 lekë, ndërsa me Italinë në 198 lekë. Çmimet shumë të larta për kilogram të mishit importuar nga vende si Japonia, Kilja, Australia dhe Uruguay lidhen kryesisht me sasi shumë të vogla importit dhe me produkte të kategorisë premium. Bëhet fjalë për importe simbolike, shpesh të destinuara për restoranta apo konsum të specializuar dhe jo për furnizim masiv të tregut. Së shpejti pritet të ndërtohet linja re elektrike 110 kV Zoguzi Tiranë Qendër, që synon përmirësimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së furnizimit me energji elektrike në kryeqytet. Për këtë qëllim, operatori i sistemit të transmetimit ka hapur tenderin me vlerë 287 milion lekë.
Agjencia e Prokurimit Publik ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin e linjës së re elektrike 110 kV Zoguizi Tirana Qendër, si dhe për kryerjen e punimeve në stacionin elektrik Tirana Qendër. Projekti synon përmirësimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së furnizimit me energji elektrike në kryeqytet. Fondi limiti për llogaritur për realizimin e këtij investimi arrin vlerën 287.336.000 lekë. Sipas dokumentit të publikuar nga Agjencia e Prokurimit Publik, objekti i kontratës përfshin ndërtimin e bazamenteve dhe vendosjen e 3 terminaleve 110 kV me shkarkues për linjën e re kablore Zoguizi Tirana Qendër në stacionin Tirana. Po ashtu, parashikohet edhe vendosja e 3 terminaleve të tjerë 110 kV në strukturat metalike të montuara në stacionin Zoguizi. Qëllimi kryesor i këtij projekti është rritja e sigurisë së furnizimit me energji elektrike, reduktimi i riskut të ndërprerjeve dhe përmirësimi i funksionimit të rrjetit energjetik në zonat urbane me ngarkesë të lartë. Punimet do të realizohen në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë në fushën e energjisë elektrike. Referuar dokumentit të Agjencisë së Prokurimit Publik, të gjitha pjesët me tension deri në 1000 volt do të izolohen në mënyrë të tillë që të shmanget çdo kontakt aksidental. Në dokument theksohet se të gjitha pjesët me tension që mund të preken me dorë duhet të izolohen nga kontakti direkt, qoftë përmes përdorimit të mjeteve izoluese, rregullimit të pozicionit të pajisjeve apo përdorimit të pajisjeve speciale. Ky investim pritet të ketë një ndikim pozitiv në modernizimin e infrastrukturës energjetike dhe në garantimin e një furnizimi më të sigurt dhe më të qëndrueshëm me energji elektrike për qytetarët e Tiranës. Shqipëria renditet në vendin e 89 nga 142 vende në botë në masën se sa sundimi i ligjit është i pranishëm në jetën e përditshme të qytetarëve dhe funksionimin e institucioneve shtetërore. Indeksi global i sundimit të ligjit i publikuar nga World Justice Project e pozicionon Shqipërinë mes vendeve që po punojnë aktivisht për të përmirësuar funksionimin e institucioneve, forcimin e shtetit të së drejtës dhe rritjen e besimit të qytetarëve te sistemi ligjor. Sipas Rule of Law Index, Shqipëria është renditur e 87 nga 142 vende në botë në masën se sa sundimi i ligjit është i pranishëm në jetën e përditshme të qytetarëve dhe funksionimin e institucioneve shtetërore. Vlerësimi mbështetet në 8 faktor kyç, që masin në mënyrën se si zbatohet ligji në praktik. Kufizimi i pushtetit qeverisës, transparenca dhe qeverisja e hapur, mbrojtja e të drejtave themelore, rendi dhe siguria publike, si dhe funksionimi i drejtësisë civile dhe penale. Të dhënat tregojnë se Shqipëria shfaq stabilitet në aspektin e rendit dhe sigurisë, ndërsa kuadri ligjor dhe institucional vijon të forcohet. Një ndër faktorët ku Shqipëria paraqitet ende në një nivel që kërkon përmirësim është ai mungesës së korrupsionit. Megjithatë, kjo sfidë nuk është e izoluar vetëm për vendin tonë, pasi edhe vendet e rajonit kanë shënuar zhvillime të ngjashme, duke reflektuar një hapësirë të përbashkët për përmirësimin gradual të sundimit të ligjit. Raporti evidenton se reformat e ndërmarra vitet e fundit, veçanërisht në sistemin e drejtësisë, kanë krijuar baza më të qëndrueshme për përmirësimin e zbatimit të ligjit. Këto zhvillime janë të rëndësishme për rritjen e besimit të qytetarëve te institucionet, por edhe për krijimin e një klime më të parashikueshme për investimet dhe aktivitetin ekonomik. Në një kontekst global ku shumë vende po përballen me sfida në sundimin e ligjit, Shqipëria pozicionohet si një vend me potencial të qartë për avancim, ku progresi i arritur shërben si bazë për përmirësime të mëtejshme. Greqia ka miratuar ligjin e ri për emigracionin që synon të jap fund vonesave në dhënien dhe rinovimin e leve të qëndrimit. Me këtë ligj pritet të jepet zgjidhje menjëhershme rreth 90.000 dosjeve të prapambetura, ndërkohë që 90.000 leje të tjera qëndrimi mund të zhbllokohen brenda 2 viteve. Me shumicë votash Kuvendi i Greqisë ka miratuar projekt ligjin promovimi politikave të migracionit të ligjshëm, me të cilin qeveria synon të krijojë një kuadër efektiv si mjet për frenimin e migracionit të paligjshëm dhe për mbështetjen e ekonomisë. Me votimin e ligjit të ri, vlefshmëria e lejes së qëndrimit minimalisht është prej 2 vitesh dhe futet rinovimi automatik për kategoritë të sigurta lejesh me përjashtim të rasteve që lidhen me rendin dhe sigurinë publike. Gjithashtu përmirësohen procedurat e punësimit të punëtorëve nga vendet e treta. Agjencitë e punësimit të përkohshëm, duke përfshirë edhe ato private, do të lidhen marrëveshje me punëdhënësit dhe punëtorët e mundshëm, duke zgjeruar hapësirën e punësimit të ligjshëm për punëtorët nga vendet e treta. Por punonjësit me kualifikim të lartë thjeshtojnë procedurat konsullore dhe rritet kohëzgjatja e lejes së qëndrimit Blue Card. Por studentët dhe nxënësit nga vendet e treta jepet leje qëndrimi e vlefshme për të gjithë kohëzgjatjen e studimeve, ofrohet e drejta për punë me kohë të pjesshme dhe mundësia e qëndrimit pas diplomimit për kërkim pune. Për azilantët
kandidatët, kryesisht ata me status të mbrojtjes ndërkombëtare përmes programeve të formimit profesional dhe aksesit në tregun e punës, forcohet integrimi shoqëror dhe ekonomik. Projektligji promovon marrëveshje dypalçe me vendet e origjinës, me theksi në lëvizjen e ligjshme të punëtorëve, ashtu edhe në bashkëpunimin, përkthimin e personave që qëndrojnë ilegalisht, si dhe do të shtohet përpjekja dhe lufta kundër migracionit të paligjshëm. Projektligji përfshin edhe një dispozitë të veçantë për personat që jetojnë ligjërisht në Greqi prej 5 vitesh ose më shumë dhe që më parë janë refuzuar vetëm për arsye procedurale, siç janë mungesa e dokumenteve apo gabime formale. Këtyre personave u jepet mundësia të riaplikojnë, pasi të korrigjojnë mangësitë në mënyrë që të mos mbeten jashtë sistemit për arsye jo thelbësore. Për emigrantët mbi 65 vjeç që kanë jetuar dhe punuar ligjërisht në Greqi për të paktën 20 vjet, parashikohet mundësia e qëndrimit pa detyrim për të punuar, me kusht që të kenë sigurim privat, shëndetësor dhe pensioni, në mënyrë që të mos rëndohet skema publike e sigurimeve. Vëmendje veçantë i kushtohet edhe projekteve të mëdha, ku parashikohet mundësia e rekrutimit të shpejtë deri në 500 punëtor, ndërsa thjeshtohen edhe procedurat në konsullata për të ulur kohën e nevojshme për nxjerrjen e dokumenteve. Ministri i Emigracionit dhe Azilit theksoi se Greqia mban qendrim të ashpër ndaj migrimit të paligjshëm, por njëkohësisht me rregulla më funksionale për migrim të ligjshëm për të mbuluar edhe nevojat e ekonomisë për fuqi punëtore. Në Greqi jeton rreth 793.000 emigrantë të ligjshëm, ndërsa afro 293.000 aplikime për leje qëndrimi janë në pritje. Të ardhurat reale të familjeve për frym në Bashkimin Evropian janë rritur me rreth 7% që nga periudha para pandemisë. Kroacia ka regjistruar rritjen më të fortë të ardhurave reale familjare për frym gjatë këtyre 5 viteve me 26%. Të ardhurat reale të familjeve për frym në Bashkimin Evropian janë rritur me rreth 7% që nga periudha para pandemisë, por diferencat midis viteve 2019 dhe 2024 ndryshojnë shumë në vende të ndryshme. Vendet nordike në përgjithësi regjistruan rritje më të vogla, ndërsa shumë vende të Europës lindore dhe qendrore kanë një rritje më të fortë. Trendet gjatë dekadës së fundit ndryshojnë gjithashtu në të gjithë Europën. Të ardhurat e familjes për person llogariten duke pjesëtuar të ardhurat bruto të disponueshme të rregulluara të një familje me popullsinë totale. Kjo tregon se sa para kanë familjet në dispozicion për të shpenzuar ose kursyer. Gjithçka matet pasi zbriten taksat mbi të ardhurat dhe kontributet e pensioneve. Çështja kryesore është se përfshin edhe vlerën e shërbimeve të tilla si arsimi dhe kujdesi shëndetësor, që familjet i marrin falas nga qeveritë dhe organizatat jo fitimprurse. Kroacia regjistroi rritjen më të fortë të ardhurave reale familjare për person gjatë këtyre 5 viteve me 26%. Malta regjistroi 24%, Hungaria 20%, Rumania 19% dhe Polonia regjistroi një rritje për 16%, duke renditur ato ndër vendet me rritje më të larta. Përveç Maltës, këto vende janë jashtë zonës e euros dhe rritja pasqyron edhe ndryshimet në monedat kombëtare. Por ky nuk është rasti për vendet nordike që janë në fund të renditjes. Suedia me 1%, Finlanda me 2% dhe Danimarka me 3% regjistruan vetëm një rritje modeste. Sipas OECD-s, në kulmin e krizës COVID-19, normat e papunësisë u rritën më shumë në vendet nordike sesa në vendet e tjera europiane. Në përgjithësi, vendet jashtë eurozonës shënuan një rritje më të fortë midis viteve 2014 dhe 2024, me Rumaninë që arriti në 76%. Aeroporti i Berlinit ka qëndruar i mbyllur edhe gjatë ditës së sotme për shkak të kushteve atmosferike. Operacionet në aeroportin ndërkombëtar të Berlinit mbetën të ndaluar herët të premten pas një avion në gjendje të nisej ose të ulej për shkak të akullit dhe shiut të ngrirë. Një zëdhënëse e aeroportit të Brandenburgut në Berlin tha se për shkak të akullit dhe shiut të ngrirë që vazhdon, aktualisht nuk janë të mundura ngritje ose ulje të avionëve. Ajo shtoi se ekipet toksore të aeroportit i kishin trajtuar zonat e operimeve të fluturimit me agjent shkrirës gjatë gjithë natës, por pa sukses, duke i lënë ato jashtëzakonisht të rrëshqitshme. Mbetet e paqartë se kur mund të rifillonin operacionet e fluturimit. Operacionet e fluturimeve janë pezulluar përkohësisht. Pasagjerëve u këshillohet të kontrollojnë rregullisht statusin e fluturimeve të tyre përpara se të udhëtojnë për në aeroport, tha zëdhënësja. Ngritjet dhe uljet ishin pezulluar që të njëjtën në mbrëmje. Pasagerët po prisin që operacionet të rifillonin të premte në mëngjes. Të njëjtën kishte pasur shumë anulime fluturimesh në aeroportin e Brandenburgut, i cili ndodhet në periferinë jugore të kryeqytetit. Në fillim të ditës asnjë avion nuk ishte në gjendje të ngrihej, pasi shiu i ngrirë kishte mbështjellë aeroplanet me akull, që do të thotë se duhej deri në 1 orë për ta shkrirë. Berlini ka përjetuar një periudhë disa javore motit të ftohtë të kombinuar me borë dhe shi të ngrirë, duke shkaktuar ndërprerje të mëdha të transportit. Berlin-Brandenburg është aeroporti 3 më i ngarkuar i Gjermanisë
Gjermanisë pas qendrave ndërkombëtare të tranzitit Frankfurt dhe Munich. Ai ndodhet në qytetin Schönefeld, i cili shtrihet pak në jug të kryeqytetit gjerman dhe është pjesë e shtetit lindor të Brandenburgut. Presidenti Amerikan Donald Trump kërkon që të vendosë emrin e tij në aeroportin e Washingtonit dhe në një stacion të New Yorkut. Për këtë qëllim ai ka ndërprer financimin e një projekti kyç prej $16 miliardë. Presidenti Amerikan Donald Trump ofroi muajin e kaluar të hiqte dorë nga bllokimi i financimit për një projekt kyç për $16 miliardë për tunelin e lumit Hudson në New York, në këmbim të mbështetjes së senatorit demokrat Chuck Schumer për riemërtimin e aeroportit Washington Dulles dhe stacionit Penn të New Yorkut. Të premten një gjyqtar amerikan do të mbajë një seancë dëgjimore mbi kërkesën emergjente nga New Yorku dhe New Jersey për të detyruar zhbllokimin e fondeve për tunelin Gateway Hudson River për $16 miliardë përpara se punimet të ndalen dhe të lënë pa punë 1.000 punëtor. Trump ngriu fondet në tetor, që kur rikthye në detyrë në janar, presidenti republikan ka vendosur emrin e tij në ndërtesa të shquara në Washington, një klasë të planifikuar anijesh luftarake të marinës, një program vizash për të huajt e pasur, një faqe interneti për ilaçe me recetë të drejtuar nga qeveria dhe llogari kursimi federale për fëmijë. Në dhjetor bordi i qendrës John Fitzgerald Kennedy për artet performuese, të cilën Trump e mbushi me aleat gjatë një marrje të kontrollit nga bordi, i shtoi emrin e Trump institucionit. Emri i presidentit u shtua në dhjetor në ndërtesën e Institutit të Paqes së Shteteve të Bashkuara në Washington, muaj pasi administrata e tij sekuestroi organizatën jo fitimprurse dhe pothuajse e mbylli atë. Në dhjetor Trump u zëtua të rikonstruktonte aeroportin ndërkombëtar Washington Dulles në Virginia, në pronësi federale, një qendër e madhe e United Airlines dhe aeroporti kryesor ndërkombëtar për zonën e kryeqytetit amerikan, duke quajtur atë një strukturë të keqe. Disa republikanë kanë paraqitur në Kongres një ligj për të vendosur emrin e Trump në Dulles dhe shumë zyrtar të linjave ajrore. Aeroporti aktualisht mban emrin e John Foster Dulles, i cili shërbeu si sekretar shteti nën presidentin Dwight Eisenhower në vitet 50. Presidenti Trump ka zbuluar një faqe interneti që synon të ofrojë konsumatorëve medikamente më të lira. 16 nga prodhuesit më të mëdhenj global kanë arritur marrëveshje të kombit të favorizuar me administratën Trump për të ulur çmimet. Presidenti Donald Trump zbuloi TrumpRx.gov, një faqe interneti që synon të ofrojë konsumatorëve qasjen e ilaçe me recetë me zbritje dhe një shtyllë qendrore për pjekjeve të tij për të ulur çmimet e barnave në Shtetet e Bashkuara. Njerëzit do të kursejnë shumë para dhe do të jenë të shëndetshëm, tha Trump. 16 nga prodhuesit më të mëdhenj global të ilaçeve kanë arritur marrëveshje të kombit më të favorizuar me administratën Trump për të ulur çmimet e ilaçeve për amerikanët në këmbim të përjashtimeve nga tarifat. Sipas këtyre marrëveshjeve, ata do të ulin çmimet për programin Medicaid të qeverisë dhe nëpërmjet TrumpRx për konsumatorët që paguajnë me para në dorë. Sipas Stat News, faqja e internetit do të mundsohet nga faqja e kursimit të barnave me recetë GoodRx. Ata raportuan se TrumpRx nuk do t'i shes ilaçet drejt për drejt, por do t'i dërgojë pacientët në faqe të tjera për t'i bler ato. Për momentin nuk dihet se sa do të kursejnë konsumatorët. Faqja e internetit është e synuar për konsumatorët që kërkojnë të blejnë ilaçe pa përdorur sigurim, që do të thotë se shumica blerjeve nuk do të llogariten në zbritjet e sigurimeve të pacientëve. Pacientët amerikanë aktualisht paguajnë shumë më tepër për ilaçet me recetë, shpesh gati 3 herë më shumë se sa në vendet e tjera të zhvilluara, dhe Trump ka ushtruar presion mbi prodhuesit e ilaçeve që të ulin çmimet e Shteteve të Bashkuara në nivelet e paguara jashtë vendit. Përveç ilaçeve për obezitetin, barnat që do të jenë të disponueshme në faqen e internetit përfshin medikamentin për diabetin Januvia të Merck's, holluesin e gjakut Plavix të Sanofi, inhalatorin e astmës Advair Diskus 550 të GSK, ilaçin për kolesterolin Repatha të Amgen dhe trajtimin e hepatitit C Epclusa të Gilead. Bitcoin rëndësishëm duke përshpejtuar rënien për shkak të paqëndrueshmërisë në tregun e metaleve të çmuara dhe aksioneve të teknologjisë. Në përgjithësi, tregu global i kriptomonedhave ka humbur $2 trilion në vlerë, që kur arriti kulmin prej $4.379 trilion në fillim të tetorit. Bitcoin rëndësishëm në mesjavë duke përshpejtuar rënien për shkak të paqëndrueshmërisë në tregun e metaleve të çmuara dhe aksioneve të teknologjisë. Kriptomonedha më e madhe në botë ra në nivelin më të ulët prej $66.675.12, niveli më i ulët që nga tetori i vitit 2024. Në përgjithësi, tregu global i kriptomonedhave ka humbur $2 trilion në vlerë, që kur arriti kulmin prej $4.379 trilion
në fillim të tetorit, treguan të dhënat e CoinGecko me rreth $800 miliard të humbur vetëm në muajin e fundit. Bitcoin ka rënë tashmë me 11% për këtë javë, duke i çuar humbjet e tij për vitin deri më tani në 23%. Ethereum, kriptomoneda e dytë më e madhe për sa i përket kapitalizmit të tregut, ra më shumë se 7% në $1,973 të njëjtën. Ethereum ka rënë me gati 14% këtë javë, me humbje prej afërsisht 34% deri më tani këtë vit. Ndjesia ndaj kriptovalutave u ndikua nga shitjet e fundit të metaleve dhe aksioneve. Ari dhe argjenti, për shembull, janë bërë më të paqëndrueshëm si rezultat i blerjeve spekulative. Argjenti ra deri në 16.6% në një minimum prej $73.41. Në aksione S&P 500 ra në nivelet më të ulta prej gati 2 javësh. Është e qartë se tregu i kriptovalutave tani është në gjendje kapitullimit të plot. Nëse ciklet e mëparshme janë diçka për të marrë parasysh, ky nuk është më një korrigjim afatshkurtër, por më tepër një kalim nga shpërndarja në rivendosje, dhe këto zakonisht zgjasin muaj jo javë, thanë analistët e investimeve. Rënja e fundit e kriptomonedave ka rrëzuar aksionet e kompanive që mbajnë Bitcoin dhe asetet të tjera digjitale, duke nxitur shqetësime se trazirat e tregut po përhapen përtej çmimeve të tokeneve. Kompania bërthame Google Alphabet po rezulton me suksesshme teksa përballet me OpenAI. Suksesi po motivon kompaninë drejt dyfishimit të shpenzimeve kapitale gjatë 2026-s. Kompania bërthame Google Alphabet po rezulton me suksesshme teksa përballet me OpenAI, e cila mbar statusin e liderit në inteligjencën artificiale. Ky përparim kundërshton deklaratat e investitorëve, të cilët menduan se po mbetej shumë prapa rivalëve duke injoruar kështu aksionet e saj. Drejtuesit e Alphabet dukeshin shumë entuziast në daljen e kompanisë pas publikimit të rezultateve e para që kur lançoi modelin Gemini 3, i cili ka ndihmuar Google të jetë më i fuqishëm në garën e AI. Suksesi i Gemini 3 po motivon kompaninë drejt dyfishimit të shpenzimeve kapitale gjatë 2026-s nga $175 miliard deri në $185 miliard, si rezultat gjithashtu investimeve masive në kapacitetin e informatikës AI. Po shohim se investimet dhe infrastruktura jonë në inteligjencën artificiale nxisin të ardhurat dhe rritje në të gjithë sektorin, tha CEO Sundar Pichai. Pichai shtoi se aplikacioni Google Gemini, i cili konkuron ChatGPT të OpenAI, te kaloi 750 milion përdorues aktiv mujor në fund të dhjetorit. Sidoqoftë, kjo shifër ende e liston pas ChatGPT, për të cilën CEO i OpenAI, Sam Altman, tha në tetor se kishte tejkaluar 800 milion përdorues aktiv javor. Parashikimi i rritjes së shpenzimeve kapitale të Google fillimisht i alarmoi investitorët, duke çuar aksionet në një rënje 6%, por një paraqitje e fortë nga njësia e saj e cloud i rriti të ardhurat me 48% në 3 muajin e fundit të 2025-s. Sipas ekspertëve, rezultati kaq mahnitës si Alphabet është garantuar gjithashtu nga marrëveshjet e mëdha që ka arritur përgjatë 2025-s në fuqizimin e produkteve dhe infrastrukturën, mendimin e kompanive Meta dhe Apple. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë miru takofshi.